Ashtu siç ishte paralajmëruar nga kryeministri Edi Rama, Shqipëria ka bërë një tjetër hap përpara në rrugën drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Me anë të një njoftimi për mediat, kryeministria bën me dije se këtë të mërkurë, Komiteti Përfaqësuesve të Përhershëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian ka dhënë dritën jeshile për hapjen e negociatave mbi grup kapitullin 4, Agjenda e gjelbër dhe ndërlidhja e qëndrueshme. Ky vendim vjen pasi u konstatua se Shqipëria është mjaftueshëm e përgatitur për të nisur këtë fazë të rëndësishme të negociatave. Negociata do të zhvillohen në konferencën e 6 ndërqeveritare me Shqipërinë, data e së cilës do të bëhet publike së shpejti nga Presidenca e Këshillit të Bashkimit Evropian. Kapitujt e grup kapitullit 4 përfshin fusha shumë të rëndësishme për ekonominë, biznesin dhe që prekin drejt për drejt jetën e përditshme të qytetarëve dhe janë faktor transformimi për zhvillimin afatgjatë të vendit. Kapitulli 14, i cili trajton politikën e transportit, synon përmirësimin e infrastrukturës dhe sigurisë rrugore e hekurudhore. Kapitulli 15 lidhet me sektorin e energjisë dhe garantimin e furnizimit të qëndrueshëm dhe të përballueshëm me energji. Kapitulli 21 fokusohet e rrjetet transevropiane dhe ndërlidhjen infrastrukturore të Shqipërisë me vendet e Bashkimit Evropian, si pjesë e rëndësishme e korridoreve evropiane, ndërsa kapitulli 27 vlerëson mbrojtjen e mjedisit dhe përballimin e ndryshimeve klimatike përmes standardeve të larta të Bashkimit Evropian. Përmes negociatave të këtyre kapitujve, Shqipëria pritet të bëjë hapa konkret drejt ndërtimit të rrugëve më të sigurta dhe moderne, përmirësimit të ndërlidhjes rajonale dhe evropiane, garantimit të furnizimit me energji të pastër dhe të përballueshme, si dhe mbrojtjes së mjedisit për gjeneratat e ardhshme. Në njoftimin e kryeministrisë thuhet se ky vendim i Bashkimit Evropian konfirmon ecurinë e suksesshme të Shqipërisë në procesin e anëtarësimit. Ai është një tregues i qartë i përparimit të prekshëm në përmbushjen e reformave ekonomike, i përgatitjes dhe aftësive të gjitha institucioneve shqiptare dhe aktorëve ekonomik si dhe ekipit kombëtar të negociatave për anëtarësimin, por njëkohësisht përforcon besimin se Bashkimi Evropian mbështet një proces zgjerimi të drejtë dhe të besueshëm të bazuar në rezultate konkrete, të matshme dhe në përmbushje të standardeve evropiane.